50 deputet kanë votuar për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në salë jemi 99 deputet, kemi quorum për vazhdimin e seancës konstitutive. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 maj, me 2 dhe 4 qershor 2025, subjektet politike PDK, Lista Serbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vetëdimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një antar për komision. Ftoj listën serbe të propozoj një deputet për antar për komision. Ftoj AK-n Nismën të propozoj një deputet për antar për komision. Nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 50 deputet kanë votuar për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, seanca ndërpritet, takohemi përsëri me 7 maj në orën 11.